Në një takim të veçantë në Odën Kërçovare, mysafirnderi ishte profesor Dr. Sadik Emroja, ish kryeredaktor i televizionit Gurra, si dhe ish pedagog në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Gjatë bisedës, kryetari i Odës Kërçovare, Argjend Lika, e pyeti mbi rolin e Mergatës dhe vizionet për të ardhmen. Doktor sociolog Sadik Emroja dha mendimin e tij si një nga kontributorët më të mëdhenj për traditën dhe kulturën shqiptare, e sidomos atë kërçovare. Përshëndetje të nderuar shikues, sonte kemi nderin në Odën Kërçovare në Zvicër, ta kemi musafir profesorin, doktorin e jon nga Kërçova, Sadik Emroja, të cilit i dëshirojmë mirëseardhje në Zvicër, në Odën Kërçovare. Ju faleminderit që jeni sonte musafir i Odës Kërçovare dhe mirë se na keni ardhur. Mirë se u gjeta, përshëndetje për të gjithë kërçovarët që keni numër të madh në Zvicër, për të gjithë shqiptarët kudo që na ndjekin, besoj se jam ulë në këtë odë e cila luan një rol teje të rëndësishëm për kërçovarët, por edhe për të gjithë tjerët shqiptarë dhe për gjeneratat që do të vinë. Faleminderit shumë, është kënaqësi e jona ju kemi në mesin tonë. Unë dua sinqerisht një 2 pyetje apo 3 t'ju bëj dhe pyetja e parë është si e shihni ju Mergatën shqiptare në Zvicër, të pasuruar apo të asimiluar në të ardhmen? Tani është një temë e cila na tangon të gjithëve, por unë do t'jap një mendim tani, një opinion, do t'jem shumë modest. Ka qenë më para gurbet, që i kemi thonë ose kurbeti, mirë po sot realisht ne kemi një shpërngulje masive, jo vetëm nga Kërçova, por nga të gjithë vendet e Ballkanit, dhe ndoshta do të kemi atë pasurinë më të madhe, por do të humbim shumë në anën tjetër që realisht jemi duke humbur, por këtu nuk janë fajtor as mërgjimtarët, aq më pak bile kanë fajtor, sepse secili ka ardhur për bukën e gojës, e mandej për vite të tëra, duke i marrë dhe fëmijë, duke asimiluar etj. Kështu që në Zvicër tani është gjenerata e 4 ma. Edhe unë nuk mund t'jap ndonjë mendim që këto që janë këtu të kthehen dhe na për momentin situatës si është, por realisht këto t'ja lejmë kohës, janë çështje të cilat kanë të bëjnë me politikat strategjike të gjithë Ballkanit dhe të gjithë vendeve të tjera të cilat ky shteti katërheksi, shteti zvicerian ose shteti helvetik nuk ka vetëm shqiptar, por sa jam informuar unë se edhe vetë kam punuar në këtë shtet para mëse 30 viteve, dhe këtu jetojnë mbi 731 nacionalitete. Unë përgëzoj edhe këtë shtet që të arrijmë që të mbajmë një miqenje, një mbarësi për të gjithë komunitetet të cilët jetojnë në këtë shtet. Faleminderit. Unë e kisha edhe një pyetje tjetër. Kthimi i Mergatës në vendlindje për punuar dhe vepruar në atë dhe dëshirë që do të realizohet apo do të mesi vetë se si dëshirë e flakt e zemrës e pare realizuar? Tani e pa realizuar jo, se me këto mjetet e digitalizimit ne realisht jemi afruar njëri me tjetrin, por sa do të ktheheni në vendlindje, unë një jetë tërë kam kushtuar faktikisht në vendlindje, por fëmijët e mia që të dy janë mërgjimtar, edhe ti si argjend kur ke ardhur për shumë pak të krysh shkollën edhe mandej të kthehesh te na etj. Si çdo mërgjimtar që të vite të rregulloj një shtëpi, të shkolloj fëmijët edhe kthehem. Tani vjen gjenerata e dytë, e tretë, e katërt, por nuk ka një vizion, sepse rinia dhe globalizimi ose kibernetika bëri të vetët që të rinjt ta ndjejnë veten të lumtur në çdo shtet ku janë, qoftë edhe në Zelandën e Re ose në çdo anë të botës.
Unë të them se numri i madh i të emigrimit është me trende të mëdha dhe unë tani kam qëndruar afro 3 muaj në Amerikë dhe jam kthyer para 3 ditëve dhe të them shifra brengose të margjimtarëve tanë, jo vetëm nga Kërçova, por edhe nga gjithë. Do thënë mbi 1.300.000 shqiptarë në Amerikë. Mos flas për Kërçovar. Asa për këtë, siç mora informacione dhe pata një takim edhe me ambasadorin shkëlqesinë e tij Recep Demirin në zyrën e tij këtu në Bern, më njoftoi se afro 130.000 margjimtarë janë nga Maqedonia. Mbi 100.000 shqiptarë dhe të tjerë. Kuptohet kur them të tjerë, në Maqedonë, në Bosnjak e tjerë, cilët jetojnë në Maqedoni, Rom e tjerë e tjerë. Dhe për një ardhmëri më të mirë, le të vendosin vetëri, por ajo shprehja tani më duket se guri ron peshon vetë për shumë të rinj u bë, si të them, realitet, por realiteti hudhër sepse ato që kanë vetë aty s'mund ta gjejnë veten e tjera dhe janë çështje për të cilët duhet të sensibilizohet opinioni, të punohet shumë me mërgatën e tjerë. Çështje të cilat nuk i ka vetëm populli shqiptar, por i kanë të gjithë, domethënë nuk është vetëm Maqedonia, nuk është Kërçova, nuk është Goslivari, Tetova, Kumanova, Kosova e tërë, që tani e ka dhe fitoi shtetin e tij. Kemi kthime graduale, por le t'ja lejmë kohës, sepse koha punon për ne, edhe na sa do t'i ndihmojmë kësaj, mbaret ne sa do t'jemi sinqert, vigjilent, që t'japim kontributin tonë në kohë, mos t'i lënë këto shanse pa realizim të dëshirave të kahmoqme të të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, për një Shqipëri natyrale, unë nuk do të them Shqipëri të madhe, sepse Kina nuk është e madhe. Një Shqipëri natyrale, ashtu siç u bashkuan Gjermani, më të tjetë vinë edhe këto edhe të vazhdojnë mirë, po këto përsëri do t'ja lejmë kohës. Jemi krenar që pas kemi një partner strategjik, që kemi fatin ta kemi, është Amerika që në rrinë pas, NATO e tjerë, që mos të hymë politikës, por pa aleat të mirë, pa miq të mirë, nuk mund të arrihet realitetin. Ndërsa sa i përket diasporës, do t'i them me një fjalë të rrumbullaksoj, se ne, unë për vetë i fol, u jemi mirënjohës sepse diaspora, mërgjimtarët apo kuveçarët kërçovarë, i kanë dhënë të gjitha provimet edhe atë me notë vjeçje, duke mbledhur pare për fukarat, duke dhënë mjete ndihmë për ndërtim të rrugëve, të xhamive, të shkollave, të shtëpive private. Po mos jenë mërgjimtarët, po mos bëni shtëpi ju, po mos investoni te na, shumica besin pa bukën e gojës të mjeshtërve, të ndryshëm, të llojeve të ndryshme, kështu që mendoj që mërgjimtarët duhet t'i konsiderojmë si miq më të mirë dhe kur na vini atje në vendingje për një 3 javë, 1 muaj apo 2 muaj, bile të tregojmë një tolerancë që urdhëro pa kohë ti të largohemi, jo të pengojnë atë kuptim, sepse shumë u jemi borxh. Këtë është mendimi im, secili e ka mendimin e vet. Unë për vetë i them mos ishte mërgata, nuk do të realizoheshte kjo. E gjitha që u arrit, edhe mos përmend edhe kontributin e madh që ka dhënë për duftën në Kosovë, Medveç, Bujanos, por edhe ushtrim shtirtare kombëtare në Maqedoni, që shumica i kanë udhëtuar, kanë fluturuar në aeroplan ose kanë ardhur deri në kufi për të qenë ushtar për mbrojtje të vlerë. Respekt për gjithë mërgjimtarët, jo vetëm kërçovarë, por gjithë shqiptarët që jetojnë në Zvicër. Faleminderit shumë për mirënjohjen që keni ndaj mërgatës shqiptare. Faleminderit shumë çka na jepni gjithë këto merita dhe na vlerësoni mundin ton, ne mundohemi, kemi qenë, jemi dhe do të jemi gjithmonë me shpirt dhe me zemër në vendlindje. Atë nuk ka kush që mundet të na mohoj ose të na ndërpresi. Unë e kisha edhe një pyetje të fundit për juve u kemi për herë të parë në odën kërçovare musafir. Kjo odë i bëri tash që 5 vite dhe unë desha ta ndi nga ju profesor
si e ndjek veten kur hy në Odën Kërçovare dhe çfarë përshtypje ula juve? Unë që them të drejtën, kur hyra e kam parë, do me thonë shpesher në rrjetet sociale, për edhe televizionit, por unë ndjeva shumë me nostalgji kur i pash të gjithë këto figura kombëtare, sepse vetë kam kontribuar edhe jam adhurues shumë i madh i kulturës. Dhe kultura i bashkon të gjithë moshat, grup moshat, të gjithë etnit, të gjithë grupet e partive politike e tjere. Nuk njeh politik, por njeh vetëm një identitet kombëtar, sepse kënga e shqiptarit rregullisht ka qenë historia e jonë. Ne me të vërtet nuk kemi shkruar atëherë shumë, mirë për çdo gjë, çdo këngë ka një historinë vete. E kemi ruajtur historinë nëpërmjet të këngës. Ju përgëzoj juve, kryetarin e kësaj ode, siç mjoftuan është Haki Hajroja, që e përgëzoj edhe atë, edhe kontributin e juaj si argjend që ju shohim më tepër që jeni në ekran, se jeni vetët e solistët e këngëtarë mirë. Edhe unë mendoj tani keni bërë 5 vjet, fosh që ka fillu të ecë dhe ka hyrë klasën e parë. Unë i dëshiroj që të mbërri 100 vjet e të trashëgohet gjenerat pas gjenerate, dhe kjo që nga oda të bëhet një stadium ku do të pranojnë një numër të madh të shikuesve ose të shqiptarëve në të ardhmen. Këtu është ardhmëria në Odën Kërçovare dhe në investimin e fëmijëve që janë këtu të mësohen, të kërkojnë që pos gjuhës gjermane, frenge, italiane dhe retro-romane le ta marrin edhe gjuhën shqipe, sepse ligji zvicran ta mundson që nëse ke 7 fëmijë një kanton që janë shqiptar dhe e duan gjuhën shqipe, patjetër do të vinë një shqiptar që ti mësoj ose një mësues shqiptar, duke mos përjashtuar edhe religionin që më të madhe kemi edhe xhamit të mëdha kërçovare, që edhe ato e kanë luajtur rolin dhe luajnë rolin e tyre duke mohojnë, por edhe mësimi i alfabetit të gjuhës shqipe për fëmijët që lindin këtu, se din një gjuhë mos ta humbin. Ndërsa Odën Kërçovare ju përgëzoj juve, që dëshiroj gjithë të mirat, ty edhe një kemi që faktikisht është edhe një margintar që janë edhe prezent të pas kuinteve që kemi mysafir që sonte faleminderit që kanë ardhur më shoqërojnë të jemi në këtë hodë, si një biznesmen i shquar Gjevdet Spahiun, një margintar që i ka bërë mbi 50 vite këtu në Zvicër, i cili jeton dhe jep kontribut ende që është nga Kërçova, gjithashtu Muharremi ose Lemi, siç e njihin kërçovarët, dhe gjithë të tjerët, por në veçanti do doja të përshëndes edhe pasqyrën e Kërçovës, të një sope të vogël të Kërçovës, një dritare, që çdo i ri apo çdo i moshuar, sidomos ato që janë në pension, e hapin edhe e shikojnë Kërçova net, çka ka ndodhur, ku ka njoftime të ndryshme politike, ekonomike, por edhe religjioze, edhe të biznesit, e të arritur atë shqiptarëve, përgëzoj edhe Gazmend Limanin, edhe të gjithë të tjeri që japin kontribut të jashtëzakonshëm në çështje shqiptare, sepse realisht jo në Zvicër jemi shumicë, ne në Kërçovë me rrethin kemi mbet pakicë. Na besoni, mbushën syt me lot nëse vini gjatë muajve të pranverës dhe të vjeshtës, gjithë tuhinin ta hecish, ose Sërbisën, Kastriotin ose Dërgomishin, a do të takosh një njeri për rrugë të pyesësh ku ka shtëpi ose diçka tjetër. Nuk është mirë edhe për na që kemi mbet atje. Ashtu është, unë e kuptoj plotësisht, ju kuptoj, po me shpresat që do të vinë ditë më të mira dhe do të mundohemi në të ardhmen të investojmë më shumë në vendlindje, kontribuojmë më shumë atje dhe nëse është shkru prej Zotit, pse edhe mos të jetojmë atje. Tani shpresa thonë desi fundit, edhe na të shpresojmë. Koha punon për ne. Unë emër të kryesisë të Odës Kërçovare kam nderin ju jap një mirënjohje si kontribut i madh i kulturës, traditës, artit
Faleminderit shumë. Është një mirënjohje që më krijon shumë emocione, sepse ju jeni identiteti kombëtar. Vetë kësula kërçovare, Plisi tani Plisi për ne kemi kësul Kërçovës tamam kësuli të Hinit ose Zajazit, flet shumë. Edhe njerë ju falenderoj, ju uroj përzemërsisht suksese, vazhdoni sepse ti investosh edhe të humbish në kulturë, do të thotë japish nga vetja. Ta lesh punën, të largosh pak nga familja, etj. etj. Ju përgëzoj dhe ju jam mirënjohës të gjithëve atyre që kontribuojnë në kulturën. Sepse ju nuk mundet vetë të arrini, po mos që përkrahur nga pak edhe i ftoj biznismenët që të ndihmojnë këto atë qast edhe me një, sepse ne kemi dy emrat mëdhej shqiptarët. E kemi çmimin Nobel për paqë Ferit Muratin dhe e kemi Nën Terezën. Dhe ato që s'mund të ndihmojnë bile, siç thotë Nën Tereza, nëse nuk mund ndihmosh dikën, bëre një buzëqeshje. Buzëqeshja rrit morali dhe motivi. Faleminderit, ishte kënaqësi, ju përgëzoj dhe ju vlerësoj shumë. Faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë marrëdhëntarët dhe bashkëtetarët nga Kërçova, Kosova, Shqipëria, nga gjithë Shqiptaria, gjithë diasporën. Faleminderit, shikues të nderuar, ne këtu e përfundojmë bisedën me doktorin, profesorin ton të dashur, po njëkohësisht desha edhe t'u tregoj se është i shpallur nga OKB-ja, ambasador i paqes, dhe kjo na gëzon neve të gjithëve që kemi një njeri i cili e ka mbështetur paqen, e ka dashur paqen dhe e ka vlerësuar bota paqësor. Faleminderit shumë. Shihemi radha tjera. Faleminderit edhe juve, se përmendi këtë për titullin, tani titulli është e thonë në Shqipëri, titulli nuk të bën derë, unë do t'i bën derë titullit. Që është fjalë e madhe që jesh ambasador i paqes në botë, do të mundohem me atë sa kam mundësi, sa kam kontribuar, ta ruaj edhe atë, edhe të ruajmë identitetin tonë kombëtar. Po e duam veten tonë, e duam të gjithë botën. Ashtu është. Respekt, faleminderit. Faleminderit edhe nga ju.